Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e muajit qershor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë, shohim energjinë që na vjen. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit, dhe shenjave të tokës. Ju mund të keni ascendenten ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, shoh që në fillim të javës do keni kundërshime mendimesh në lidhje me një person, me një dashuri. Ju dëshironi të jepni një drejtim kësaj dashurie, por aty mund të keni kundërshime me personin që jeni në njohje, në lidhje ose në marrëdhënie tuaja. Në rastin tjetër, mund të jeni duke ju bërë një padrejtësi, ju bëhet një padrejtësi te vendi punës, shoh që keni shumë ide gjatë fillimit të javës, por do keni persona që do të kundërshtojnë idetë tuaja. Gjithsesi, ju do vazhdoni me idetë që keni duke lënë mbrapa personat që nuk bien dakord me ju. Për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat, mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje me çështje dhe situata që kanë lidhje me shtetin, gjyqësore ose diçka tjetër, ku ju ndjeni se ju bëhet një padrejtësi aty dhe sikur largoheni nga diçka, ose mund të keni kundërshime mendimesh edhe në këto situata. Në mesin e javës shoh që do t'i lini mbrapa të gjitha këto situata dhe do filloni të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Do dilni me këtë person që jeni në njohje ose që do futeni në një njohje të re, do keni disa diskutime, do shkoni në një vend të qetë dhe aty shoh që sikur do t'i qetësoni situata dhe do t'i jepni drejtimin që doni me këtë person. Dhe shoh që arrini t'i stabilizoni situatat. Ju do bashkëpunoni me këtë person që dëshironi të futemi, të hyni në një njohje ose për t'i dhënë drejtim më të mirë njohjeve, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Do arrini t'i stabilizoni në fund të muajit. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me studimet, me çështje të ndryshme me ligjin ose me dokumenta të ndryshme me shëndetin tuaj, por unë shoh që jepni drejtime dhe aty një drejtim më të mirë situatave, do t'i lini mbrapa vështirësitë dhe në fund të javës ju dëshironi të bëni një blerje. Mund të jetë një blerje shtëpie, blerje makine dhe dëshironi të jepni drejtim edhe kësaj situate, por deri në fund të javës shoh që ju harrini të bëni këtë blerje që ju dëshironi, mund të jetë blerje online, mund të jetë një investim në shtëpinë tuaj, një investim te fëmijët tuaj. Gjithsesi, ju jepni një drejtim më të mirë në fillim të javës së parë. Çfarë do lloj situate që mund të keni? Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjitë shenjave të tokës që jeni dhe ju vetë dhe energjitë shenjave të ujit. Shoh që nuk e di një energji, një person tregohet pak i ftohtë në lidhje me ju, me një dashuri, edhe pse ju dëshironi të jepni një drejtim më të qetë, do keni një lloj bashkëpunimi me njëri tjetrin. Dhe ju shoh që ju do tregoni të mbyllur, sepse ky person tregohet i prerë, tregohet i ftohtë në lidhje me këtë dashuri. Por në fund të javës shoh që ju ndjeni shumë të dashuruar me këtë person dhe keni një takim. Ndërsa për pjesën tjetër, të gjithë ata që janë në njohje, lidhje ose marrëdhënie ose në lidhje me punën, me çështje dhe situata të tjera, unë shoh që ju keni kaluar shumë eksperjenca, do përdorni më tepër pjesën e logjikës dhe do merrni vendime të rëndësishme, por që do t'i mbani për veten tuaj. Nuk është se do t'i ndani këto vendime në fillim dhe në mes të javës me persona të tjerë. Por mund të ketë lidhje me shtëpinë, me familjen, me probleme dhe situata të ndryshme që ju mund të keni kaluar disa situata tensioni ose disa trazira ose disa probleme në shtëpi, në punën tuaj,
Dhe në mes në javës shoh që do merrni disa para. Do mendoni të investoni diku, një pjesë prej jush mund të investoni në shtëpinë tuaj, te fëmijët tuaj, te puna juaj, por ndërkohë ju shoh që mund të mendoni edhe për të hequr disa kursime. Gjithsesi në fund të javës shoh që ju do ndjeni shumë të dashuruar me një person, keni një takim, do jeni duke shkëmbyer emocionet në lidhje me njëri tjetrin, është një marrëdhënie ose një njohje ose një lidhje e bekuar nga energji më të larta, nga universi, por shoh që ju do jeni shumë të interesuar në lidhje me këtë person. Edhe pse në mes të javës do të tregoni të mbyllur, ju merrni një vendim në fillim të javës dhe në fund të javës arrini që të zhbllokoheni ose të liroheni dhe të bëni një takim me personin. Ndërsa në rastin tjetër shoh që mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku hyni në partneritete. Ju mendoni të investoni në një punë, në një projekt, në një bashkëpunim, në një partneritet, dhe në fund të javës shoh që ju do ta realizoni. Është një partneritet shumë i mirë, por është edhe një person pozitiv në lidhje me këtë partneritet që do krijoni. Një pjesë tjetër mund të keni të bëni me institucione shtetërore, dokumenta të ndryshme me shtetin, mund të keni lidhje me studimet tuaja. Shoh që në fillim do tregojeni, merrni vendime aty ose merret një vendim në lidhje me ju, po ju tregoni pak të mbyllur. Gjithsesi unë shoh që në fund të javës një person dashamirës do t'ju ndihmojë. Ose ju në fund të javës mund të takoni dhe një person të njohur që vërtet ndjeni mirë me këtë person dhe mund të kaloni fundjavën së bashku me një person që vërtet është një person dashamirës ndaj jush. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, shoh që do t'ju ndihmojë intuita në lidhje me një dashuri me këtë person që do keni këtë takim. Pavarësisht ju do tregojeni sekret gjatë fillimit të javës së tretë, keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me dashurinë, dhe shoh që ndryshoni këndvështrim, fusni ide, fusni një frym të re ose besoni në gjëra të reja. Dhe në mes në javës ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë dashuri. Për një pjesë prej jush do keni një takim me këtë person. Ndoshta ju do merrni vendime që në javën e dytë, edhe pse tregojeni të mbyllur, por në javën e tretë shoh që këtu do jeni bashkë me personin, ju do ta shkoni shumë seriozisht person, nuk dëshironi të luani me personin, dëshironi një njohje ose lidhje që të jetë e qëndrueshme, por gjithsesi është në lidhje me njohjet ose lidhjet ju i vendosni qëllime vetes për të kaluar në një finalizim të kësaj njohje që keni. Për ta finalizuar, për të shkuar në një bashkëjetesë, në një martesë, në një fejesë, dhe këtë do ta bëni me shumë dashuri dhe me shumë butësi. Në lidhje me punën, keni kontrata të ndryshme, i vendosni qëllime vetes në lidhje me një kontratë dhe do jeni më të organizuar dhe nuk do keni vështirësi në lidhje me këtë. Por shoh që do keni mundësi në lidhje me punën, me anën tuaj profesionale, por edhe në lidhje me gjithçka. Është një ditë shumë e mirë, fundi javës së tretë. Ju mund të jeni edhe duke dalë me familjen tuaj, të kaloni një drekë të këndshme ose të ndiheni mirë aty ku do shkoni. Shoh që është një fundjavë që jeni të mbështetur edhe nga energji më të larta. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt keni të bëni me energjinë e shenjës së dashit, keni të bëni me energjinë e shenjave të ujit dhe kemi të bëni me shenjën me kartën e të dashuruarve. Gjithsesi në fillim të javës shoh që do merrni iniciativa në lidhje me një takim, me një person me një njohje të re që do hyni, ose në rastin tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Sepse shoh që në fund të javës së tretë që doni të finalizoni këto, ose më saktë i finalizoni dhe merrni iniciativa për të çuar gjërat para. Do tregojeni shumë autoritar gjatë fillimit të javës katërt,
Ju do me iniciativa në lidhje me kontrata, do jeni shumë mbrojtës ndaj familjes tuaj, shoh që do ndjeni shumë karizmatik, shumë entuziast dhe në mesin e javës së 4 jeni me sëndrave dhe ilusioneve. Ju jeni duke ndëruar rreth një personi, shoh që do keni shumë oferta në lidhje me dashurinë, por ju jeni të fokusuar te një person. Por në fund të javës së 4 shoh që keni takime me këtë person. Disa prej jush do kenë takime dhe njohje në javën e 2, disa në javën e 3 dhe disa të tjerë në fund të javës 4, se jo të gjithë do kenë njohje në të njëjtën kohë. Disa prej jush do merrni iniciativa në fillim të javës 4 dhe në fund të javës 4 shoh që do keni një takim, do ndjeni shumë të dashuruar me këtë person, shoh që do jeni duke u djegur në lidhje me këtë dashuri, por shoh që është një dashuri e bekuar nga universi, nga energji më të larta. Dhe në lidhje me punën, me një kontratë do keni shumë opsione, oferta në lidhje me punën, por ndërkohë ju shoh që do jeni në një situatë ku këto mund të kenë lidhje edhe me studimet, se nuk tha, mund të kenë lidhje edhe me studime të ndryshme, me udhëtime, me tregti, me marrëveshje të ndryshme, sepse tham këtu keni partneritete dhe këto iniciativa që do merrni kanë lidhje edhe me marrëveshje të ndryshme që ju mund të keni, që do jenë marrëveshje shumë të mira, sepse shoh që do keni shumë oferta, si në lidhje me punën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, dhe do jeni me sëndrave dhe ilusioneve në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, ju e keni përcaktuar se ku doni ta bëni këtë partneritet ose këtë marrëveshje. Ndërsa për pjesën tjetër shoh që do t'rregoni pak nostalgjik në lidhje me situatat kaluara, në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose edhe në lidhje me një punë, me një ofertë që mund të jetë afruar, me një marrëveshje. Por gjithsesi ju shoh që ju do jeni në partneritete shumë të mira deri në fund do keni gjatë gjithë muajit e shoh. Marrëveshje dhe partneritete, por dhe kontrata të rëndësishme. Është një muaj fantastik, shoh që mund të jetë dhe një person dashamirës që do t'ju ndihmojë në lidhje me një kontratë që do lidhni, por ju shoh shumë të dashuruar në fund të muajit. Është një dashuri vërtet shumë e bukur. Gjithsesi, është një muaj fantastik, ju do të jepni drejtim situatave, do keni blerje të ndryshme gjatë fillimit të javës, por dhe investime. Do merrni një shumë të konsiderueshme parash dhe këtë shohim edhe në javën e parë dhe në javën e dytë. Partneritete, bashkëpunime, marrëveshje, njohje të reja, do çoni para njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni. Në çift ju shoh të konsoliduar në javën e tretë, do merrni iniciativa në lidhje me gjithçka që ka të bëjë edhe në lidhje me punën, me familjen, me studimet, por edhe me gjithçka tjetër, me udhëtime të ndryshme, sepse ju shoh edhe në udhëtime do jeni në një pozicion mbretëror këtu. Do keni shumë oferta gjatë këtij muaji, do krijoni ëndra dhe iluzione drejt ofertave si në lidhje me dashurinë, lidhje me punën. Është një muaj fantastik për ju. Atëherë marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japin. Dhe jemi te energjia e tokës dhe ju thot do bëhet diçka, do me thënë që në fakt kjo do ndikojnë në 12 muajt e ardhshëm, sepse ju thotë që bëhet do bëni plane afatgjata, ju thotë, gjatë këtij muaji. Ju do jeni në pritje, do shkoni situatat që ju rrethojnë dhe do filloni të ndryshoni këndvështrim, të bëni plane afatgjata në lidhje me një dashuri, në lidhje me punën, me anën ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të jeni. Është e nevojshme thotë që ju të bëni një zgjedhje dhe të merrni një vendim në lidhje me një dashuri, por unë shoh që merrni vendime në lidhje me dashurinë, ose keni takime dhe bashkime me personin që doni dhe mendoni thotë mendoni një mundësi ose një rrugë ose një më të mirë thotë. Për të shkuar, do me thënë drejt kësaj njohje, lidhjeve ose marrëdhënieve, drejt një udhëtimi, drejt një studimeve që doni të bëni, drejt punës tuaj, drejt një partneriteti ose bashkëpunimi,
dhe drejt iniciativave që ju do merrni. Gjithsesi, është një muaj me plane për të ardhmen tuaj. Thjesht është e nevojshme që të merrni ato vendimet e duhura gjatë këtij muaji në lidhje me planet tuaja afatgjata. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj edhe një herë të gjithë ndjekësit e këtij kanali të bëjnë, që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Ju uroj përsëri një muaj sa më të mbar, dëgjim të këndshëm dhe një mbasdite sa më të këndshme të kësaj video. Ciao.